Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A1 Report, më falni për syzet njerë, po është një diell shumë i fortë dhe shqyr që është ky diell i fortë, më mirë diell se sa shi, po e kam të pamundur që të duroj diellin. Dua të saktësoj sot, e enjte, datë 9 tetor në Tiranë, është sëmundja mendore në Shqipëri dhe si përballohet ajo nga shqiptarët. Ndjekim një çik këto intervistat dhe pastaj psikologen. Përshëndetja. A mendoni se shqiptarët kanë probleme të pranojnë për çështje mentaliteti, të pranojnë sëmundjet mendore që mund të ketë një familjar? Shumë. Pse ndodh kjo zotëri? Për shkak të mentalitetit të shqiptari, më kupton? Zhvillimi i tyre kulturor ka shumë rëndësi në këtë gjë dhe si thosh, a ndikon kjo pastaj për të cilë probleme serioze dhe thelbësore në shoqëri? Patjetër, sidomos për shembull gratë, që është një problem shumë i madh, sidomos për kancerin e gjirit që nuk shkojnë të kurohen. Jo të kurohen, të vizitohen. Kjo mund të çojë për shembull në gjendje depresive. Depresioni është një sëmundje që pastaj të çon dhe vetvrasje. Natyrisht. Gjendjet depresive vinë nga shumë faktorë, nuk është vetëm kjo. Po meqense unë jam e shqetësuar pse shqiptarët kanë probleme të pranojnë tek një familjar i tyre që edhe sëmundja mendore është një sëmundje si gjithë të tjera. Shiko, sëmundjet mendore tek ne në Shqipëri, përardhja me fjalë, ka qenë pak e rrallë më përpara. Dhe natyrisht ishte turp. Kështu konsideroj. Kemi qenë të shëndetshëm mendorisht, ëh? Tani kemi filluar. Sigurisht nga problemet e mëdha që ekzistojnë, nga kërkesa që kanë njerëzit për të dalë në çështje mbijetese, çështje protagonizmi, që domosdoshmë ka shumë arsye, përplasje të mëdha, sfidat që janë shumë të forta sot. Natyrisht ato pastaj krijojnë dhe plasaritje në tru, kupton? Faleminderit. Zonjë, përshëndetje. A mendoni se shqiptarët e kanë çik të vështirë të pranojnë problemet, sëmundjet mendore që mund të ketë i afërmit tyre? Po sigurisht. Po pse? Një sëmundje mendore si në Shqipëri, si në Amerikë, si në Itali është njësoj. Quhet depresion. Pozicioni, kushtet e vështira që jetojnë këtu, ndoshta kjo i çon atë lloj mentaliteti apo gaboj? Përshëndetje. Urdhro. A mendoni ju se shqiptarët e kanë më të vështirë se sa vendet e tjera të botës që të pranojnë që një familjar i tyre mund të ketë dhe një sëmundje që mund të jetë mendore si depresioni apo ku e di un autizëm? Kemi të vështirë, jo. E pranojnë? Se e pranojmë. Normalisht? Normalisht e pranojmë, pse? Ajo është një fatkeqësi, zemër nuk ka, çfarë dashu. Faleminderit. Asgjë. A mendoni se shqiptarët e kanë të vështirë të pranojnë problemet mendore, sëmundjet mendore që mund të ketë një afërm i tyre? Po, e kanë. Pse? Po është traditat e kaluara, gjërat e kanë bërë fshehura më përpara. Zotëri, përshëndetje. A mendoni se shqiptarët e kanë çik të vështirë të pranojnë sëmundjet mendore që mund të ketë një afërm i tyre, pra si fenomen, një mungesë shëndeti mendor? Po mendoj dhe në familje mund të ekzistojë ky problem. Jo vetëm tek shoqëria në përgjithësi. Po, flas. Dhe i paragjykon shpeshherë. Po pse? Ndodh për shkak të formimit intelektual, duke mos e kuptuar sëmundjen, domethënë e shohin sëmundjen si një, le të themi, vesë ose një problem dhe nuk e shohin si një diçka normale e cila duhet duhet bashkëjetojë me ta. A e shihni juve si një fenomen social këtë që pastaj e dëmton shoqërinë? Pa diskutim e dëmton shoqërinë. Kush e dëmton shoqërinë? Fakti që nuk pranohen, sëmundja pastaj thellohet dhe ka dhe raste të depresionit që çojnë pastaj në vetvrasje. Gjitha problemet, domethënë, e sëmundjeve mendore ne duhet i shohim si duhet bashkëjetojmë me ta. Realisht dhe duhet i përkrahim. Po unë mendoj që është çështje e informacionit. Po ky krim i madh në familje që është kaq prezent në Shqipëri, mund të ketë lidhje edhe me këtë? Apo është vetëm mentalitet? Pa diskutim që po. Ndodh shpeshherë që shumë krime mund të ndodhin edhe për shkak të problemeve mendore dhe të sëmundjeve mendore që kanë persona të ndryshëm. Zotëri, përshëndetje. Përshëndetje. A mendoni juve se shqiptarët e kanë çik të vështirë të pranojnë tek familjarët ose të afërmit e tyre kur kanë sëmundje të karakterit mendor? Unë personalisht do pranoja unë si sot. Mirë, juve, po flas shoqëria shqiptare në përgjithësi. A mendoni se? Jo. E pranojnë normalisht, ëh? Faleminderit. Në qoftë se një afërm, një nën ka një fëmijë autik, me autizëm, ose një vajzë në depresion, a është ky një fenomen që pranohet me vështirësi? Vështirësi këtu në Shqipëri nuk pranohet, është shumë e vështirë. Po pse zonjë? Po
Ne kemi pas atë mendësinë që ajo e ka djalin budalla ose e ka vajzën. E kemi pas, ne shqiptarët jemi tipa që jemi qik si pranojmë këto. Si jashtë me shumë kujdesen shumë për këta lloj tipash, kurse ne i përbuznim. Faleminderit. S'ka gjë. A mendoni se shqiptarët e kanë të vështirë të pranojnë kur në familjet e tyre ose në shoqëri, po sidomos në familje, kanë një të afërm? Pra kanë një të afërm në përgjithësi që ka probleme të sëmundjeve mendore? Kanë të vështirë të them. Jam policë. Ato e varet me mentalitet me njëri, domethënë me kulturën që ka tjetri, me gjitha, nuk di. Faleminderit. Gjithë mirat. Jorita Sefira, se ju jeni psikologe për shumë vitesh tashmë, sa gjithsej? Prej 9 vitesh. Prej 9 vjetësh. Jorita, cilat janë rastet që njeni ju si psikologe të smurve me probleme psikologjike, mendore, rastet të shëndetit mendor, sepse unë mendoj, dhe prandaj kam ardhur të takoj juve, se shqiptarët e kanë pak të vështirë të pranojnë rastet të tilla sëmundjesh. Atëherë, mbasi një fëmijë apo i rritur diagnostikohet me çfarëdo lloj diagnoze, atëherë prindërit në përgjithësi kalojnë 3 etapa. Etapa e parë është e mohimit, që e mohojnë që fëmia ose i rrituri ka këtë lloj çrregullimi. Faza e dytë është pse na ndodhi neve dhe pse pikërisht fëmijës tim, dhe faza e tretë është ku ata mendojnë për të ardhmen se si do jetë eturia e fëmijës së tyre apo dhe se çfarë do bëjnë në të ardhmen. Dhe faza e mohimit, që është e para, ku futen paragjykimet, nënat mundohen, sepse nënat edhe nëse ka parë që diçka nuk shkonte me fëmijën, nga frika e paragjykimit nga bashkëshorti apo ndoshta nga fisja apo nga mjedisi social. Deri nga bashkëshorti ka frikë. Ajo mundohet që ta mbuloj dhe mundohet që ta fshej. Sepse ka frikën gjithashtu dhe të komunitetit social i cili nuk i pranon këto lloj çrregullime dhe i paragjykon. Pra po thoni që shoqëria që i dënon e para, apo jo? E para fare është brenda familjes, është familja e cila nuk e pranon. Po është bashkëshorti. Të dy bashkëshortët me njëri tjetrin, që domethënë sa më shumë të zgjasë ky mospranim, aq më shumë ka ndikim negativ pastaj edhe te fëmia apo te i rrituri i cili ka këtë lloj çrregullim. Kështu që faza që është faza e parë dhe më e rëndësishme, sa prindit të kalojnë këtë lloj faze, dhe pastaj është faza që ata janë me këmbë në tokë dhe thonë që çfarë do bëhet me këtë lloj fëmie. Por në përgjithësi, në fazën e parë, që është dhe faza më e rëndësishme, ka shumë probleme nga ana psikologjike si për bashkëshortët, por dhe për familjarët e tjerë, motrat, vëllezër apo gjyshrit edhe. E kuptoj. Jorita, është ky një perceptim, reagim më saktë, normal? Pra ndodh kështu në gjithë botën? Pra është normale që kur përballesh me problemin ta mohosh atë? Fillimisht në Shqipëri është më e vështirë, jo në gjithë botën, sepse në gjithë botën njerëzit janë më të informuar për çrregullimet, kanë më shumë akses në internet, janë më të arsimuar, nuk janë shumë paragjykuar brenda marrëdhënieve të çift. Jemi të arsimuar, kemi edhe ne këtu në Shqipëri, shqiptarët sa të duash gjithë me arsim të lartë janë. Problemi është bile më shumë janë këtu për shkakun se në Itali të arsimuar, por çështja është e mentalitetit dhe unë këtu dua të ndaloj. Si vajzë e re, më ka ndodhur të kem kolege, shoqe, miq, edhe vetë të kem kaluar probleme X në jetën time që kanë sjellur pastaj ndoshta dhe tek ata ose dhe tek unë. Problemi me ankthin, që është një nga konsiderohet dhe si smundja e shekullit tani. Por kam vënë re që shqiptarët vështirësisht e planojnë të, sidomos rinia ku është dhe më shumë prezente si smundje ankthi ose krizat e ankthit në përgjithësi. Ankthi me depresionin së bashku janë sëmundjet e shekut, të cilat janë më të vështira që të kurohen dhe të trajtohen. Kështu që sa më herët që të kapen, që në simptomat e para, aq më e lehtë edhe është. Problemi është sepse ne nuk e pranojmë vetë si individ që kemi një lloj çrregullimi, pasi edhe bisedat me psikologun, në seancat me psikologun në Shqipëri janë akoma të paragjykueshme, sepse nuk ka persona të trajnuar specifikisht, siç janë jashtë, që kanë eksperiencë për të trajtuar specifikisht këtë lloj çrregullime. Psikologët në përgjithësi në Shqipëri trajtojnë të gjitha llojet e çrregullimeve, nuk i ka të ndara. Siç është për shembull mjekësia, që ka doktorë që të janë specializuar për gastrologjinë, për zemrën, kështu është edhe fusha e psikologjisë. Në Shqipëri mungon akoma që të ketë psikologë të cilët merren specifikisht me çrregullime të veçanta. Prandaj ndodhet kjo lloj gjëje. Për shembull të ndara në grupe, po thua ankthi, depresioni ose marrëdhënie autizmi ose marrëdhënie në çiftet e tjera.
Pra nuk ka një klasifikim të kësaj natyre tek psikologët, po thua. Në Shqipëri është akoma e vështirë dhe ka shumë pak persona të cilët janë të specializuar specifikisht për çfarë çdo lloj këshillonit juve, Jorida, sidomos këtyre të rinjve që kryesisht vuajnë nga ankthi dhe ankthi vjen si fenomen shumë prezent tek të rinjt që nuk realizojnë dot ndoshta qëllimet e tyre dhe jeta është bërë shumë e vështirë sepse kapitalizmi është shumë i vështirë. Po të këshilloni që ata ta thonin sëmundjen e tyre? Do ishte shumë mirë që ata të konsultoheshin me një profesionist edhe ta shikonin më pozitivisht jetën, dhe kjo gjë është shumë normale. Çdo kush nga ne në momente të caktuara të jetës ndjen mërzitje, ndjen trishtim, ndjen pesimizëm për jetën. Kështu që është një gjë shumë normale që mund ta ndodhë të gjithë. Mos e merrni, nuk duhet ta marrin me frikë, thjesht duhet të shkojnë diku dhe të këshillohen dhe të marrin një zgjidhje. Edhe mjekim ndoshta, edhe mjekimin e dur apo jo? Te mjekimi pastaj është një fazë më e avancuar. Kështu që si fillim marr një këshillim me psikologun që mos të arrijmë te faza e medikamenteve. Mirë, rastet e nënave me fëmijë autik. Si përballohen zakonisht, Jorida? Është nga gjithë shërbullimet, prindit që kanë fëmijë me autizëm e kanë më të vështirë për të balluar jetën. Domethënë kanë probleme emocionale, probleme financiare, probleme dhe fizike. Pasi duke u marrë me një fëmijë i cili ka probleme, edhe fizikisht nënat janë të lodhura, janë të përgjumura, krahasuar me fëmijët e tjerë dhe me shërbullimet e tjera, nënat me fëmijët me autizëm shfaqin më shumë problematika edhe me ankthin edhe me depresionin. Pasi janë të gjithë faktorët që janë kundër atyre, si faktori financiar, që duhet që të paguajnë më shumë shërbime për fëmijën e tyre, si faktori emocional, që ato duhet të lënë punën. E kuptoj, po nga pikpamja e mentalitetit, them unë, Jorida, si e përballojnë nënat shqiptare këtë gjë? Nga mentaliteti, ato janë shumë të mbyllura në aspektin social, pasi ato nuk mund të marrin pjesë më në aktivitete sociale me fëmijët e tyre, sepse fëmijët bëjnë sjellje të cilat komuniteti nuk i kupton dhe paragjykon. Dhe këto ndodh kështu edhe në përbot? Ndodh kështu edhe në përbot? Në përgjithësi kështu ndodh edhe në përbot, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri ndodh më shumë sepse ky term është futur edhe është njohur më me vonesë, dhe është pranuar normalisht edhe bërë një fushatë dhe gjysimi, por do akoma punë. Ndërsa në botë ka vite që flitet edhe bëhen fushata dhe prindit kanë shoqata ku bashkohen me njëri tjetrin dhe bëjnë të projekte. Kurse në Shqipëri është akoma herët. E kuptoj. Jorida, pse e mora unë iniciativën që të bëja këtë intervistë ishte se më kujtua, kam parasysh gjithmonë rastin e asaj gruas që u vetë vranë diku në Korçë ose në fshatrat e Korçës dhe që bashkëshorti doli dhe tha që e pushuan nga puna dhe arsyeja ishte. Nuk besoj se njeriu shkon deri në vetvrasje në këndvështrimin personal, tani se unë nuk jam psikologe, jam gazetare. Nuk besoj që largimi nga puna do të shtynte një person që të vriste veten. Pra, në konceptin personal mendoj se ka pasur dhe arsye tjera të natyrës mendore. Normalisht. Dhe kjo më shtyu dhe të mendoja që fenomenet të rënda sociale pastaj, krime, sidomos në familje, ndodhin edhe për shkaqe të një mungese të shëndetit mendor? Po, pasi të gjitha rastet që kryejnë vetvrasje, kalojnë fazën që janë në depresion. Domethënë, një nga simptomat e depresionit është që këta persona kanë mendime suicide, që të dëmtojnë veten ose të vrasin veten. Dhe shkaqet e depresionit janë nga të ndryshme. Duhet parë historiku, fëmijëria, duhet parë situata në të cilën ndodhet, duhet parë ambientin në të cilin e rrethon. Pra ka një sër faktorësh që ndikon, nuk është vetëm faktori momental. Nuk mundet që vetëm për arsye sepse pushuan nga puna dhe ajo të... Okej, pra juve po mbështesni atë që po them unë. Po sa janë prezente në Shqipëri raste të tilla? Më the një nën me një fëmijë autik për shkak të maskilizmit që ekziston në Shqipëri ka frikë t'ia thotë bashkëshortit, sikur të ishte faji asaj. Në fakt faji është as si nënës as si babait, nëse fëmia është autika, ma ekziston një mentalitet këtu ku burri duke qenë shumë i fortë i thotë gruas se shikon fëmijë bërë, besoj unë të paktën. A është kjo një problem shumë i madh që ka shoqëria shqiptare, pra mungesa e kulturës për të pranuar problemet e mungesës së shëndetit mendor, ashtu siç mund të ishte një sëmundje tjetër, sepse në fund fare sëmundja mendore është ashtu siç mund të jetë një sëmundje tjetër. Dhe çfarë mesazhi do t'i lëshojë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur lidhje me këtë, për ta përmirësuar këtë gjë? Unë mendoj që të gjithë familjet kanë problematika dhe edhe nëse nuk kanë një person që i cili vuan nga shëndet mendor, do kenë sëmundje apo çrregullime të tjera. Të kesh në familje një person i cili vuan nga shëndeti mendor,
nuk do të thotë nuk është fundi botës. Mundoni ta gëzoni jetën dhe ta shijoni jetën brenda mundësive që mund të ofrojë ky person. Ta nuk janë persona jashtë toksor, ta janë si gjithë të tjerë, vetëm janë të veçantë. Mjafton që ju të gjeni gjuhën e përbashkët dhe çdo gjë të funksionojë shumë mirë. Mirë, nuk është i veçantë një person që mund të vuajë nga depresioni, për shembull. Është një person i smur, me një diagnozë të saktuar që është depresioni, apo jo? Që në momente ai mundohet që të vinë në realitet dhe nëse ai nuk ka mbështetjen e gjithë familjarëve, thjesht do thellohet akoma më shumë depresioni i tij. Duhet që familja është gjëja kryesore për mbështetjen dhe për ta pranuar në situata që ai ndjehet i depresuar. A mendon ti Jorita se shoqëria jon me mentalitetin që ka një person, individ të caktuar që vuan nga probleme mendore, po themi të cilit do lloj karakteri, pa nga një sëmundje e karakterit mendor, dënohet shumë keq nga shoqëria? Domethënë e shtyn më shumë shoqëria që smuret edhe më keq. Po, është një faktor kryesor, dënimi dhe mbyllja në ambientet që nuk janë sociale ndikojnë negativisht për këtë person. Pasi nëse dikush merr vesh që mikesha e vet ndodhet në situatë që është depresive, të gjithë do ta largojnë sepse do kenë frikë se çfarë ngacillet që ajo do bëj apo ka veprimet që mund të ketë ndaj vetes. Kështu që nuk mendoj që frikrat, njerëzit duhet të kenë frikra të tilla nga persona që vuajnë nga çrregullime mendore. Nëse ata marrin, domethënë që se ata trajtohen dhe marrin dhe ndoshta edhe medikamente, nuk ka absolutisht pse të kenë frikë. Mbështetja do ishte një gjë shumë e mirë për të ndihmuar ata. E di çfarë Jorita, unë mendoj sikur më shumë nevojë për psikologun kanë këta njerëz që kanë afër njerëz me sëmundje të kësaj natyre se sa vetë ata që i kanë sëmundje. Jeni dakord? Po, jam shumë dakord dhe bëhen dhe seanca me familjarët ose me rrethin shoqëror që individi është i prekur. Domethënë janë shumë të rëndësishme seancat me familjarën. Në përgjithësi, unë merrem me problemet me fëmijë me autizëm dhe mendoj shpesh që të kem seanca terapike me prindrit dhe me motrat dhe me vëllezërit, të cilët janë adoleshentë, dhe se si ata duhet ta pranojnë vëllain e tyre që është me probleme, se si mos ta, jo vetëm që mos ta paragjykojnë, po edhe ta duan, sepse vjen një moment që ata edhe nuk kanë probleme. Jorita, zëre se në këtë kamerën e programit tim tani janë të gjithë prindrit bashk ose të gjithë këta njerëz që kanë probleme se natyre dhe ndonjëherë edhe ndrydhje për ta pranuar këtë gjë. Çfarë këshilli do t'i jepni ju si psikologe? Këshilla ime është që të shikojnë çrregullimet mendore, të shikojnë si gjithë sëmundjet e tjera. Mos të shikojnë si gjëra të paragjykuara dhe të veçanta. Nëse ne do të shikojmë si gjithë sëmundjet e tjera që janë dhe të kurueshme, atëherë nuk kemi pse kemi frikë dhe nuk kemi pse të jemi paragjykues ndaj tyre. Shumë faleminderit.